pushteti vendor duhet të jetë afër njerëzve, sa më afër njerëzve. Shërbimet duhet të jenë afër njerëzve. Kjo ka qenë diskutimi në 2014-15 kur u vë kjo reformë me votat e Partisë Socialiste dhe të LSI-së asaj kohe. Partia Demokratike ka qëndruar gjithmonë që pushteti, shërbimet jenë afër njerëzve, pra të jenë me bashki dhe komuna, sepse njësi nuk i ngjan tjetrës njësi, kanë dallime shumë të mëdha. Edhe brenda Tiranës, njësitë administrative kanë dallime shumë të mëdha, 8 mëdha njëra nga tjetra. Edhe ato të zonave përtej Tiranës urbane. Nga ky aspekt, Partia Socialiste është mbrojtur me efikasitetin. Ka thënë bashkitë e mëdha janë më efikase. Dhe nëse ju e mbani mend, tha Sokoe po se ka shumë drejtora në për shumë bashki, do ulet numri. Kishte një logjik kur e dëgjoja. Po kur e dëgjoje përpara. Hajde tani ti bëjmë kalkulimin e performancës. Meqense ato thanë do rritet efikasiteti. Numri i punësuarve në këto bashki ul apo rrit në total? U rrit, po. U rrit, po. Atëherë si ky ishte, si që ka kjo në favor të tezës tyre të efikasitetit. Ndërkohë që centralizuan dhe larguan shërbimet, shtuan dhe shpenzimin. Po, ata e mbrojtën që do ulet shpenzimi. Njëri element. Elementi dytë, thanë që projektet e mëdha nuk kanë kapacitete komunat e vogla, bashkitë e vogla, se s'kanë ekspertë të tjerë do t'i ndihmojnë. A e dini juve që plani investimeve për Tiranën realizohet nga 34 deri në 37% si rregull vit pas viti? Kur investimet nuk e realizon dot, e realizon masën pak mbi 1/3, deri 50% ka rrit maksimumi 2023, se ishte vit elektoral. Se edhe atëherë me asfalt elektorale me radhë, po dhe atëherë për gjysmë u bën investimet. Imagjinoni ju kryeqyteti ky, që bën 34 deri 37% investimeve në total. Me Erion Velia në Burg dhe me Erion Velia në Burg. Nuk ka asnjë diferencë kjo. Atëherë si mund të flasim ne këto për bashkitë e tjera? Pra efikasiteti i Partisë Socialiste nuk është materializuar, madje ka shkuar në të kundërt. Ndërkohë ama shërbimet janë larguar. Po kjo u bë qëllimisht për të larguar shërbimet njerëzve. U bë qëllimisht që ato zona të hikin njerëzit. Kjo është arsyeja, është pjesë e programit, secili këto duken si programe të izoluara njëra nga tjetra, por nuk janë pjesë e një plani më të madh. Pra kush e shef nga lart, edhe reformën territoriale e shef në këtë drejtim. E kjo është arsyeja pse ne duhet të rikthehemi dhe herë me pushtet vendor afër njerëzve. Dhe po të shihni, akoma duan ta centralizojnë dhe më shumë. Pra, edhe mbasi i bën 61 bashki, prapë thonë do t'i ulim dhe më shumë, madje po mendojmë dhe për qarqe. Apo jo, ta centralizojnë gjithmonë. Kjo ka qenë gjithmonë optika e të majtës ekstreme. Ka qenë gjithmonë optika centralizohen fund fare me një dorë. Dhe po ta shohim në realitetin, sot Edi Rama ka kapur pushtetin vendor. Ai komandon pushtetin vendor de facto në Tiranë. Dhe shkon, çfarë u tha kryetarëve të bashkive? U tha pos më sollët nga 10 paketa malësh secili, asnjë nga ju nuk kandidon. E kupton pra, atëherë kush pushteti vendor? Më efikase se mendja e një njeriu vetëm nuk ka, që s'ka nevojë të marrë mendjen e tjerë. Na tregon efikasitet për xhepin e vet, po thoni ju. Nëse ky është efikasitet për xhepin e vet, për 5 biznesmen që kanë nga mbrapa, për 5 kriminale, për 5 pronar mediash, po, ky mund ta quhet efikasitet për ata, se pesën po e hedh aty indikativisht, qoftë është ky efikasiteti, po ti aty për të qeverisë për njerëzit, ti aty për të dhënë shërbime, dhe ti aty për të kuptuar që ka disa pushtete që janë të ndara. Pra, është i ndar pushteti vendor nga pushteti qendror. Po, ja pra ai që për shkak për Tiranën kjo s'është. Ja dhe për qytetet e tjera nuk është. Pse? Për gjithë lejtë e ndërtimit i jep Edi Rama sot, apo jo? Kontrollin e territorit dhe tuajt e ka Edi Rama. Ato hapësirat publike që rrëzoi gjithë ato tenda që ishin bërë nëpër ambiente të ndryshme, kush rrëzoi? Po Edi Rama. Nxorri parlamentarët për të kontrolluar territorin, ndërkohë që u takon bashkive. Pra, nëse do t'i shohim gjitha këto elemente, ky është centralizimi plot. I veshur me ca petka, i hedhur kështu i zbukuruar nga propaganda e tyre, po fakt është centralizimi. Dhe centralizimi do të thotë merr gjithë fuqinë, një dorë gjithmonë më e vogël e në fund fare një dorë, gjitha, çdo lloj. Drejtësi, legjislativ, ekzekutiv, pushtet vendor, qendror, gjitha një. Kjo është ajo çka ai dëshiron të bëjë. Shërbimet ne i duam afër njerëzve. Efikasiteti, ja ju a tham unë juve tash, shërbimi, edhe po të mos jetë efikas siç e bën Partia Socialiste, është gjithmonë më mirë kur është për njerëzit. Edhe kur s'është efikas. Është ke njeriu ama. Po, më mirë. Ky pak efikasitet është ke njeriu, është ke banori, është ke qytetari, nuk është ke pushtetari. Se ky efikasitet tash është vetëm ke pushtetari. Si do japim neve shërbim një njeriu? Si do i themi një dikujt neve?
hajde ti ku diun nga Shëngjergji dhe për çdo nevojë hajde qendër Tiranës. 1 orë, 1 çerek, 1 orë 20 makinë. Dhe hajde drejtohu këtu, kur ka mundësinë dhe për tu vetë administruar atje vetë. Po shkrejtësisht normale kjo. Atëherë, ta themi drejt, kjo bëhet vetëm për interesat të ngushta të pak njerëzve. Nuk bëhet për ne, nuk bëhet për qytetarët, të asnjërs palë, qofshin votues të Partisë Demokratike apo të Partisë Socialiste, se në fund fare as ata nuk e blejnë dot me 6.000 euro metrin kuadër atë banesën, atë apartamentin aty. Ma thonë ju me cilën rrogë mund blehet sot një apartament në Tiranë.